Realisht ky mesazh jam një hap mbrapa, se shumë ata më thonë pse nuk del ti me çmimet e vëlla, ngjasi jo korrekt, edhe është shumë e drejtë. Shumë shpejt do dal me çmimet afishuara direkt tek ju, por ka pas një luhatje tregu për gjithë ato që merren me tregti e ditë dhe ndaj ne nuk kemi dalë me një çmim konkret se thonë mas 2 javë pse ndryshoi çmimi ose etj etj. Shumë shpejt do dal me çmime që do i kemi çmime transparente, sepse nuk kemi asgjë në çef për çmimet edhe thjesht bëjmë punën tonë, marrim shërbimet që ofrojmë diferencën edhe montrojmë. Ne nuk bëjmë abuzime. Ajo që bëjmë ne, marrim gomat nga shumica, i vëmë si për 10 euro për gomë, kapim një shembull, montim ballancim konvergjencë, marrim punën tonë, e cila nuk na konkuron kush që puna jonë, punën tonë e bëjmë më të mirë të mundshme, ofrojmë për klientin asistencë, ofrojmë magazinim për gomat e vjetra. Dhe nuk ka asgjë këtu për të mërë qef ose për të bërë një gjë jashtë që s'po japim çmimet. Po thjesht ka pas një luhatje tregu dhe ne nuk i kemi dhënë dot çmimet fikse sepse mos me bën ndryshime çdo 2 javë me ngjarje jo serioze. Shumë shpejt tregu po rregullohet se pa shoh që nuk ka më luhatje kontinjerësh ose etj dhe do dalim me çmime në treg. E ndjesha si detyrim të bosha këtë lloj sqarimi. Faleminderit shumë.